Ah, ok, perfetto. Can we start? Can we start? Okay. Atëherë me mbrëma të gjithë, mirë se keni ardhur në këtë konferencë për mediat të Shqipërisë, konferencë zyrtare para ndeshjes nesërme Poloni-Shqipëri që luhet këtu në Varshavë. Ne jemi në stadiumin e ndeshjes, bashkë me trajnerin Silvinjo dhe me futbollistin Sokol Cikaleshi në këtë konferencë zyrtare, të cilët do të përgjigjen pyetjeve tuaja. Do ta fillojmë me pyetje për Cikaleshin dhe më pas do të kalojmë tek trajneri Silvinjo. Po Sokol. Sokol Gjani, Supersport, Cikaleshi, në ndeshjen e fundit që kemi luajtur këtu në Varshavë, ka shtuar një super gol, një gol shumë bukur, por që për fat keq nuk mjaftoi pasi u mundëm 4-1. Nga ajo ndeshje e humbur 4-1 me Polonin, te kjo që do të luajmë nesër, sa kemi ndryshuar dhe nëse ka ndryshuar diçka, çfarë është ajo që ka ndryshuar? Tani përgjigjen ta jap. Sigurisht që Polonia është një ekip shumë i fortë dhe ne e dim këtë edhe pse tani para 3 ditësh e humbi ndeshjen që kishte, duke pësuar 2 gola shumë shpejt. Është një ekip i fortë dhe ne jemi fokusuar më shumë tek puna jonë, tek vetja jonë dhe me trajnerin tash me pjesë me ne kemi munduar që të krijojmë një ekip kompakt dhe të kemi atë shpirtin e garës që mund na çojë në arritjen e rezultateve. Përmendët pak ndeshjen me Çeki Poloni që u mund 3-1 Polonia. Besoj që e keni parë, ndoshta edhe mund ta keni analizuar edhe me trajnerin. Në krahasim me ndeshjen që luajtëm ne, janë më të fortë apo më të dobët, sepse duket sikur Polonia nuk e ka më atë forcën që kishte kur ne u përballëm 2 herë në kualifikuesit e fundit. Mos harrojmë që Polonia vjen pas një performance të mirë në botëror. Sigurisht që në ndeshjen e fundit duke pësuar 2 gola të shpejt të bën disi që ta humbësh pak balancën në fushën e lojës, por pas 2 goleve Polonia përse e mori veten dhe ne e dim shumë mirë që është një ekip me lojtarë individualist shumë të mirë që luajnë për ligat më të forta të Europës dhe nuk duam të hyf, do të si unë po ashtu ekipi nuk duam që të futemi në atë gjendje që kemi përballë një ekip të dobët. Përkundrazi kemi një ekip të fortë ku ne duhet përqendrohemi maksimalisht pa gabime dhe duke bërë një ndeshje kompakt të gjithë, vetëm se në këtë mënyrë mund të arrijmë me rezultat pozitiv. Luis Reza, Supersport. Sokol, ka ndryshuar trajneri, por ka ndryshuar dhe mënyra përqasja e skuadrës. Shumë emra të ri. Si do të luaj nesër Shqipëria, për çfarë do të luaj? Ne çdo ndeshje ku futemi, sigurisht që rezultati kryesor është fitoria, por duke parë që jemi një grup ku jemi përballë jemi 3 ekipe për 2 vende, çdo ndeshje ka specifikën e saj, kështu që nesër ne jemi këtu për të bërë një ndeshje kompakte, duke të qenë të kujdesur për të mos pësuar gol, sepse me një ekip si Polonia që në momentin që të shënon gol, ne na detyron që të hapim disi dhe mund të pësojmë një gol apo 2 gola, këtë nuk duam që të ndodhi nesër, kështu që jemi kompakt të gjithë bashkë dhe gjëja kryesore nesër është që mos humbim. Pastaj ne kemi forcat tona, ne kemi strategjitë tona që për të arritur edhe tek fitoria, kështu që t'ja lejmë fushës dhe të tregojmë nesër atë çka kemi punuar gjithë këtë javë. Pas gati 3 vitesh që ne stërviteshim dhe luanim Cikaleshin me 3-5-2-shin, tani në këto 6 ditë stërvitje me këtë 4-3-3-shin, ndoshta ndjeni më mirë, ndjeni pak më, po themi
në atë të pozicionin natyral tuaj, ndoshta për gjithë lojtarët vjen kjo, por ta drejtoj ty këtë pyetje duke qenë se je një nga lojtarët më me eksperiencë përfaqësuese. Normalisht është një skem që le të quhet një skem klasike në futboll ku çdo lojtar e ndjen veten komod, por është fusha ajo që tregon rezultatet, ajo që tregon që një skem është e mirë apo jo. Duke qenë se me skemen 3-5-2 nuk kemi arritur aty ku duam, me një skem të re ku dhe lojtarët tashmë ndjehen më mirë, dhe duke i shtuar, siç e thash më lart, atë harmoninë në grup dhe shpirtin e garës, besoj që mund të bëjmë diçka më mirë për ta bërë atë hapin që kërkojmë gjithë. Shumë mungesa në të gjitha repartet. Ku mendon që jemi dobësuar më shumë? Shiko, ne jemi një kombëtar e vogël dhe sigurisht që çdo lojtar është i rëndësishëm. Nuk kemi një dyzinë lojtarësh që të kemi luksin, trajnerët ketë luksin për të bërë zgjedhje më të mira, lojtarët këta janë dhe jam tip që nuk fokusohem shumë tek ajo që na mungon, por të fokusohemi më shumë tek ajo që kemi dhe duke parë dhe duke hedhur syt nga e shkuara jon në momentin se jemi përsëri prapë për kualifikuesit e Europianit, kemi arritur këto duke qenë një grup së bashku të gjithë, duke qenë mbështetës me njëri tjetrin dhe përsëri unë kësaj i jap më shumë zë, sepse edhe duke qenë të gjithë bashkë, edhe ju si media, duke qenë dashamirës bashkë me tifozët tanë, besoj që me një harmoni të plot në grup dhe ne lojtarët me atë shpirtin e garës dhe me atë dëshirën për t'i bërë gjithë shqiptarët krenar, të futemi fush dhe të bëjmë atë strategjinë që kemi ndeshje pas ndeshje. Question from the Polish media for the Cykaleshi, right? Witam, tak. Dzień dobry, Łukasz Ciuna, kanał Ciuna po oczach. Ja mam takie pytanie odnośnie waszej strategii i taktyki, bo w pierwszym spotkaniu w Warszawie, pamiętam, mimo tego, że przegraliście 4-1, zostawiliście bardzo dobre wrażenie. Tak naprawdę ten wynik w Polsce był uznany za zbyt wysoki dla naszej reprezentacji, patrząc po jakości waszej gry. No i tak się zastanawiam, czy będziecie chcieli wykorzystać gdzieś słabość polskiej obrony, ale do tego trzeba by zaatakować. Tylko pytanie właśnie, czy tak będziecie chcieli zrobić, spróbować zaskoczyć polską reprezentację, czy też właśnie, jak wspominałeś, nie przegrać, bo tak zrozumiałem, ale nie przegrać to też zagrać defensywnie, więc stąd moje pytanie, czy spróbujecie gdzieś ukuć na początku, zaskoczyć właśnie Polaków ofensywną grą? Dziękuję. We already know that ne dim që përballë kemi një ekip shumë të fortë dhe duke qenë një ekip që të vjen në vështirësi me lojtarët kualitativ që ka, ne duke bërë analizën gjatë kësaj jave kemi arritur në përfundimin që të mos i japim asnjë hapësirë Polonisë si ekip, sepse është një ekip që luan vertikalisht dhe është një ekip shumë i rrezikshëm kur të kundërsulmon, sidomos duke sulmuar në hapësirë. Kjo na bën neve që duhet të jemi një ekip kompakt duke mos i lënë hapësira. Dhe më pas, sigurisht që Polonia vjen mbas një humbje e para 3 ditësh, e dim që është një ekip që me patjetër do ta kërkojë fitoren. Ne tashmë jemi në atë pozicion që të përfitojmë nga kjo gjë dhe fushën e lojës dhe duke mos bërë gabime të arrijmë që në një moment që Polonia mund të ketë ato disbalansat e veta drejt kërkimit fitores, se ne të godasim. Dzień dobry, Adrian Melnik, TVN24. Mam pytanie odnośnie właśnie jeszcze tego meczu 4-1 wygranego przez polską reprezentację. Jak też pan wspomina tutaj kibiców, którzy na stadionie też ponieśli naszą drużynę do zwycięstwa. Mam chociażby też tutaj na myśli ten doping, prawda, jako 12 zawodnika, bo jutro będzie tutaj 57 000 kibiców. No i jak pan też ocenia waszego nowego trenera, Silvinho, który poprowadzi jutro po raz pierwszy w meczu o punkty eliminacji właśnie tutaj do Euro 2024. Czy nie ma tutaj stresu w waszej drużynie, bo też jest zmiana systemu na inny, będziecie inaczej chcieli zagrać, zaskoczyć naszą drużynę, także czy tutaj też nie będzie właśnie, że piłkarze przyjadą, jednak zobaczą duży stadion kibiców i że może jednak ten wynik być powtórzony, czyli Polska może na przykład znowu wysoko wygrać. Dziękuję.
Që do t'jetë stadiumi plot, kjo është kënaqësi për ne, sepse ne tashmi jemi ekip që kemi vite që luajmë me njëri tjetrin edhe kemi karrierë gjatë nëpër klubet tona, kështu që futbolli pa tifoz është i mangut, kështu që për ne është kënaqësi. Sigurisht që tifozët janë në favor të Polonisë, por e thash, ne jemi të gatshëm nesër bashkë me trajnerin me strategjitë tona që të bëjmë një performancë shumë të mirë. Sigurisht që tashmë për t'i dhënë dhe përgjigje pyetjes tënde, duke qenë se trajneri është ndeshja e parë në krye të bankinës tonë, atëherë na bie që të bëjmë dy fishën e punës për ta bërë trajnerin të lumtur pas ndeshjes, sigurisht bashkë me. Kam një pyetje për Cikaleshin? Any other question for the striker? No. Okay, vazhdojmë me pyetje për trajnerin Silvinho. Okay, Mr. Lui può ripartire o deve finire? Option you. Okej, atëherë sa të largohet kapiteni, cili do të bëhet gati? Kapiteni Sulmosi Cikalish. Po, è finito tutto. Ne do të vazhdojmë me pyetjen për. Okej, Mister, sot dita 7 e përgatitjeve, keni pasur një javë kohë me skuadrën në dispozicion, mendon që jemi gati për këtë përballje të madhe me Poloninë që është dhe debutimi juaj? Mirdita. Poi sì, siamo pronti. Dopo 2 mesi di lavoro, 2 mesi e mezzo, da capire un po' tutti i calciatori albanesi, parliamo praticamente di 70 calciatori che è stato monitoraggio per tutti noi gli staffi, 240 partite che abbiamo visto, poi abbiamo scelto 23 per fare questa gara. Sappiamo che è una partita difficile, però si gioca, quella è la parte bella del calcio, che 90 minuti si gioca. Sì, loro sono forti, però sono contenti con tutto il lavoro, sono 6 giorni di lavoro con tutti loro, però bene, sono contento anche con l'atmosfera che abbiamo iniziato a creare con tutti loro. Noi abbiamo una chance sempre, però tutti insieme è più facile. Atëherë, po, mund të them që jemi gati pas 2 muaj gjys punë intensive, punë shumë e madhe që është bërë. Tani kam arritur, po them që të kuptoj më mirë lojtarët, siç e kemi thënë, kemi bashkuar 70 lojtarë, kemi parë 240 ndeshje të klubeve ku luajnë futbollistët shqiptarë gjatë kësaj periudhe dhe në fund kemi vendosur të zgjedhim 23 lojtarë për këtë sfidë. Sigurisht është një ndeshje e vështirë, por është një ndeshje e gjitha për të luajtur nga ana jonë. Polonia absolutisht është skuadër shumë e fortë, por unë jam i kënaqur nga puna që kemi bërë, jam i kënaqur nga grupi dhe nga atmosfera që kemi krijuar deri më tani. Mister, për sa përket formacionit, e keni në mendje skuadrën jo zbres në fush dhe me që ishte Cikaleshi në konferencën për shtyp, do t'jetë ai kapiteni i skuadrës apo ende do t'jetë si zgjedhje për të bërë? No, noi abbiamo già la squadra decisa, come l'ho detto siamo pronti, però siamo pronti 23, è quello che vogliamo noi, lavoro di gruppo, lavoro di una buona atmosfera, un buon ambiente, e lui è uno di loro, ma certamente un calciatore importante, forte come altri, come l'ho detto, abbiamo 11 per iniziare, certamente vedete domani, è importante per me, dopo conoscere tutto questo calciatore, allenare 6 giorni al campo, trasmette un po' il concetto, l'idea di calcio che vogliamo noi, che può potenzializzare tutti questi calciatori, poi dopo andare in campo forti e bene, è quello che vogliamo noi, sappiamo che è una partita dura, ribadisco,
però siamo in grado di affrontare. La cosa più bella del calcio, io ho imparato tutta la vita, sono 90 minuti. Lì si gioca, lì è tutto. Po pjesa më e bukur e futbollit janë 90 minutat, këtë e kam mësuar gjatë karrierës time dhe aty luhet gjithçka për gjithçka. Sa i përket formacionit, sigurisht që e kam në kokë se si do të luajmë, ne jemi gati, por jemi gati të 23 lojtarët që ne kemi grumbulluar, sepse ne duhet të luajmë në grup në këtë ndeshje, nuk do të luajmë individ, atmosfera është shumë e mirë, edhe Cikalishi që thatë ju sigurisht është pjesë e këtyre 23 lojtarëve, është lojtar shumë i fortë dhe është lojtar i rëndësishëm, por është një nga 23 lojtarët e grumbulluar. Formacionin e kemi gati, por do ta shikoni nesër se si do të jetë dhe si do të luajmë. E rëndësishme për mua që ne të kemi filozofinë e duhur në fushë lojës dhe të hymë në fushë për të bërë sa më mirë ndaj një skuadre shumë fort, por jam i bindur që jemi në gjendje të bëjmë ndeshje shumë të mirë. Fernando Santos në konferencën për shtyp përpara ndeshjes zgjatorëve të paradites ka theksuar se ka parë 2 ndeshje të Shqipërisë, janë pikërisht 2 ndeshjet e fundit që kemi luajtur me Poloninë, por gjithashtu ka dashur që të shikojë dhe ndeshjet që ju keni drejtuar klube. I referohet pikërisht Olimpikut Lionit përpara disa situata në goditjet standarde. Mendon që ka parë mjaftueshëm për t'ju studiuar apo keni diçka të fshet që mund ta surprizoni? No, andiamo avanti. Sorpresa fa il calciatore, loro sono i protagonisti veri. Però dopo io immaginavo quello, perché lui è un allenatore forte, un allenatore importante, internazionale, con molta esperienza. Io capivo, sapevo che lui andava indietro di cose nostre, anche noi andiamo indietro da Portogallo dell'ultimo 5-6 anni, cioè sempre ti lasci qualcosa, no? E ci sta, quello è il calcio, si lavora 24 ore al giorno, poi io sempre dico, il protagonista è il calciatore, noi prepariamo il calciatore e la squadra per andare avanti. Dopo lì è bello che un calciatore possa ti fare qualcuna cosa diversa. Domani io sono convinto che abbiamo al campo calciatori forti da Polonia e anche da Albania, con buon spirito, e magari possiamo vedere una bella gara, una bella partita, però sì che è giusto, io sapevo di quello. Anche io andato indietro da lui, io ho detto già una volta, Dorivo è stato calciatore di lui tanti anni fa, poi è bello, ci sta, si lavora, va bene. Pra, sigurisht do të ecim përpara sepse surprizat i bëjnë lojtarët, janë ato protagonistët kryesorë të ndeshjes dhe jo ne trajnerët, ne bëjmë punën tonë sigurisht. Sa i përket Santosit është një trajner shumë i fortë, që ka punuar në arena ndërkombëtare me shumë eksperiencë. E dia shumë mirë që ai na ka vëzhguar, po themi, se si luajmë ne apo çfarë lloje përdorim, por të njëjtën gjë mund të them që kemi bërë edhe ne, kemi studiuar sigurisht gjitha ndeshjet e Polonisë, dhe është diçka krejt normale në futbollin e sotëm, ne punohet 24 orë në 24, po themi, për të përgatitur një ndeshje me lojtarët, por sigurisht në fund do të vendosin lojtarët. Unë jam i bindur që nesër do të kemi në fushë lojtarët më të mirë dhe nga të dy ekipet do të bëhet një ndeshje shumë e bukur, kjo është e sigurt. Spari dua ta uroj Miserin për ndeshjen debutuese dhe shpresojmë që të jetë së mirë dhe sezoni, dhe nisur nga ky fakt që kemi në ndeshje debutuese, kujt i druhet më shumë, pra kë ka më shumë frikë Misteri, ekipin ton që nuk ka arritur ta shohë në fushë në një ndeshje të vërtet, apo Polonin? Che cosa? Che cosa teme di più? Il fatto che non avete visto ancora l'Albania giocare in una partita vera o teme di più questa Polonia che avete visto giocare contro la Repubblica Ceca? No, noi ti ringrazio per l'auguri. Noi temiamo no, paura meno. Calcio è un intrattenimento bello e bellissimo. Però è giusto, l'avversario è forte, ma certamente, secondo me, guarda, io non ho fatto una valutazione di una partita o di un allenatore o di una squadra a 90 minuti. 90 minuti succede tutto.
lui, suo allenatore, Polonia inizia un lavoro come noi prendiamo in considerazione che Polonia è forte. E secondo me Polonia, sì, essendo la squadra è favorita nel girone. Non ha cambiato niente per me, una squadra forte con grandissimi calciatori, un grandissimo allenatore, poi dopo 90 minuti secondo me non si valuta tutto, non ha una conclusione. Dopo penso che è giusto anche noi, poi andiamo al campo, parti del lavoro è quello lì, noi, l'ha detto Cicalessi, noi dobbiamo fare qualcosa diverso, calcio è tattica, calcio è tecnica, calcio è l'anima, il cuore, però insieme, tutti insieme, poi noi abbiamo chance di andare avanti, qualificarci, però la nostra strada, come di tutti, è un girone difficile, un girone equilibrato e noi dobbiamo percorrere le nostre strade, prendere punti, importantissimo per tutti noi sappiamo quello lì, mezzo punto è importante, un punto, un e mezzo, certo non esiste nel calcio, però il conto lo facciamo così. E dopo sono contento, fino adesso 6 giorni dopo allenare con tutti loro, vedo che c'è un'atmosfera, un ambiente buono, e quello che ci porta a qualcosa in più nel campo. In questo senso sono contento. Atmosfera është që kam parë këto ditë është shumë e mirë dhe besoj se është diçka që ka shumë vlerë dhe jam shumë i kënaqur pas 6 ditësh duke punuar me skuadrën, atë që kam parë me impijimin e gjithë lojtarëve. Faleminderit për urimin, por nuk mund të them që kam frikë. Futbolli është sport shumë i bukur. Kemi përballë një kundërshtar shumë të fortë, por unë nuk mund ta vlerësoj një kundërshtar për 90 minutat vetme, pra se 90 minuta mund ndodhi gjithçka. Dhe ajo që ndodhi me Poloninë është diçka normale. Polonia është skuadër e fortë, vjen në këtë grup si favorite kryesore, dhe për mua edhe pas asaj humbje nuk ka ndryshuar asgjë në këtë kontekst, pra e shikoj njësoj, por nuk mund të nxjerr konkluzione vetëm nga ndeshja me Çekinë. Është shumë e rëndësishme që ne të shkojmë në fushën e lojës, siç e tha Cicalessi, dhe tregojmë diçka ndryshe, përveç pjesës taktike, pra tregojmë dhe shpirtin dhe zemër, dhe sigurisht ne kemi të gjitha shanset tona për të arritur kualifikimin. Rruga do të jetë e vështirë, por duhet se s'bën të marrim pikë, qoftë edhe një pikë, qoftë edhe gjysmë pike, edhe pse nuk ekziston në koncept, por çdo pikë është shumë e rëndësishme për objektivin tonë. Pa dashur, po edhe do ja kalojmë kolegëve, pa dashur të ofendojmë repartin e mbrojtjes, por mungesat që ne kemi aty janë shumë të rëndësishme. Ka një strategji trajneri për të ndalur një nga sulmuesit më të rrezikshëm në botë? No, io ho capito, anche il nostro calciatore ha detto è giusto perché lui dopo 6 giorni da noi non ha sentito né lui né nessuno il fatto di lamentare un calciatore che non è da noi. Noi dobbiamo lavorare con 23 che abbiamo, siamo forti, e dopo la parte difensiva non si fa 2 calciatori, non si fa il portiere, non si fa il terzini, non si fa solo il centrocampista, si fa 11. E la fase offensiva anche parte una costruzione buona di gioco, una palla pulita, poi lì si costruisce, arriva l'ultimo momento, l'ultimo tramite del campo per segnare. Poi tutto quello lì è una squadra, tutto quello lì dell'11, del 23 siamo praticamente uno. E noi pensiamo così, poi certo sappiamo, loro sono calciatori forti. Lei ha detto Lewandowski, certo, Lewandowski ha un livello di calciatore diverso, di Messi, di Mbappé, di Benzema, i calciatori, parlo di tutti, e non è che uno è meglio dell'altro, sono calciatori diversi, calciatori di 30-40 gol in stagione, poi sappiamo, però dopo si difende lui, si difende gli altri, però quando si difende come una squadra, è quello che noi crediamo. Ne do të mbrojmë si skuadër dhe sigurisht që do të besojmë te kjo filozofi. Është vërtet që ne kemi mungesa në mbrojtje, por ne kemi 23 lojtarë.
Ne do të mendojmë për mbrojtjen, ashtu siç do të mendojmë për portën, ashtu siç do të mendojmë edhe për pjesën ofensive me të 11 lojtarë që do të kemi në fushën e lojës dhe është shumë e rëndësishme. Por nuk kemi 2 lojtarë mbrojtje, nuk kemi një portier, nuk kemi një sulmues, jemi 11 lojtarë në fushën e lojës që do të punojmë si grup. E dim që Polonia është skuadër shumë e fortë, ka lojtarë si Lewandowski, është e kot flasim pra shumë, sepse është një tjetër nivel, është niveli i Messit, niveli Benzemas, lojtarë që siguron 30-40 gola, por sigurisht nëse ne luajmë si grup nuk kemi pse shqetësohemi. Dzień dobry, panie trenerze, Łukasz Siona, kanał Cieno Płoczak, witam serdecznie. Panie trenerze, tak patrząc na grę reprezentacji Albanii, to trzeba powiedzieć, że naprawdę miała niezłe momenty. Generalnie, jeżeli chodzi o poprzednie eliminacje, ma coraz ciekawszych piłkarzy. Natomiast wydaje się, że wam brakuje, znaczy Federacji Albańskiej brakuje do takiego rozwoju awansu na dużą imprezę, więc podejrzewam, że no chociażby na Euro 2024, więc podejrzewam, że chyba to będzie taki jednak mimo wszystko dla was główny cel, żeby spróbować się na to Euro dostać, bo to będzie taki impuls jeszcze większy dla rozwoju albańskiej piłki. Rozumiem, że taki cel przede wszystkim Albańska Federacja przed panem postawiła. A drugie moje pytanie, był pan przecież przez wiele lat piłkarzem Barcelony, a w Polsce toczy się taka dyskusja na temat transferu Roberta Lewandowskiego, czy dobrze zrobił, że przeszedł z Bayernu, gdzie wygrywał Ligę Mistrzów, gdzie powiedzmy grał absolutnie w topie Ligi Mistrzów, przeszedł do Barcelony, która ma teraz określone problemy. Jak pan by określił, czy ten transfer z pana punktu widzenia, jako byłego piłkarza Barcelony, to była dobra decyzja, czy powinien zostać w Bayernie? Jakby pan na to spojrzał tak z boku? Dziękuję. Ti ringrazio per la domanda, che erano 3, io inizio con la prima. Non è un obiettivo della federazione a qualificarci, è il nostro obiettivo anche, giusto? È difficile, ma certo, è difficile per tutti. E la strada non è facile, per quello la domanda anteriore ho detto, i ragazzi lo sanno, è mezzo punto. Certo, io capisco che nel calcio non esiste mezzo punto, per questo vuol dire dobbiamo lottare nel campo. Dopo, secondo me, anche l'spirito di una nazionale è quella. Noi rappresentiamo la gente, rappresentiamo un paese, poi quello è bello, quello è una bella responsabilità, quello è importante anche, è bello. Poi noi dobbiamo fare la nostra strada, una strada che non è facile, capiamo, sappiamo, è l'obiettivo non solo della federazione, ma il nostro, e anche dei calciatori. Loro, l'ha detto bene lei, loro hanno stato lì l'ultima volta, ci mancava qualcosa di punto, per quello dico, mezzo punto. Alla fine, in the end of the day, you have to make some account. So, è importante, poi alla fine, dei 8 partite, tu dici, guarda, ha fatto tutto, ce l'abbiamo fatta. È difficile, non è facile, la strada è lunga. Poi quanto riguarda a Lewandowski, l'ho detto già, dopo voi avete tantissimi buoni calciatori, però lì non entro, io è vero, è stato con calciatori importanti in spogliatoio, loro fanno una scelta che deve farla, poi quella è molto difficile entrare. Io, che l'ho detto sempre, no? Io preferisco vedere i calciatori dentro del campo 90 minuti, perché loro sono forti, i calciatori forti sono forti. E ho visto già, è stato in spogliatoio con Messi, con Ronaldinho, poi è bello allenare con questa gente, giocare con loro. A me non mi importa tanto la scelta che fa uno e l'altro, poi l'importante è vederti questa gente in campo. Magari domani non la faccia bene, perché noi dobbiamo difendere bene, sì, certamente si tratta di un grandissimo calciatore. Sigur sa i përket pyetja parë ishte për objektivin që ka federata por edhe Shqipëria në këtë eliminatore. Sigurisht trajneri thotë që nuk është thjesht objektivi i federatës për të kualifikuar në finalet e Euro 2024, por është objektivi i joni pra i stafit teknik, po flasim për një objektiv shumë të vështirë, absolutisht, rruga e gjatë, lojtarët e kanë shumë qartë dhe e dinë. Unë e kam bërë të qartë që do të luftojmë për çdo pikë, dhe ata përfaqësojnë popullin shqiptar, kjo është diçka shumë e bukur, përfaqësojnë shpirtin e një kombi, por ne do të bëjmë rrugën tonë dhe do të bëjmë gjithçka për të marrë çdo pikë të mundshme, siç ndodhi herën e fundit në kualifikuesit e fundit. Shqipëria pra për pak nuk u kualifikua pra për një pikë, për një
gabim të vogël, peshon shumë në fund fare, por rruga është e gjatë. Sa i përket pyetjes për Lewandowskin, nuk dua të hy shumë këtë diskutimi, pra transferimi i tij nga Bayerni te Barcelona. Unë preferoj të shoh lojtarë në fushë, kam punuar edhe me lojtarë si Messi dhe me lojtarë të tjerë të mëdhej. Kam qenë në domat e zhveshjes, i di shumë mirë situatat se si zhvillohen, por sigurisht më pëlqen të shoh këto lojtarë të fushë, është diçka shumë e bukur. Dzień dobry, Dominik TVN24. Panie trenerze, chciałem zapytać w takim razie, odnieść się do pana słów. Powiedział pan, że te pierwsze 20 minut w jutrzejszym spotkaniu będzie bardzo ważne dla tego spotkania pomiędzy Polską a Albanią. I też jakby pan właśnie to ocenił pod tym kątem, że jednak Polacy przegrali ten pierwszy mecz z Czechami i to jutro oni będą chcieli wygrać to spotkanie, będą chcieli pokazać się przede wszystkim przed polską publicznością, powalczyć o dobry rezultat, o pierwsze 3 punkty w eliminacjach do Euro 2024, a też pan jutro będzie debiutował w tym oficjalnym spotkaniu. Więc czy tutaj nie obawia się pan, że jednak Polacy mogą tym żargonem sportowym siąść właśnie na pana drużynę i zrobić to, co chociażby zrobili Czesi z reprezentacją Polski, czyli w przeciągu 3 minut zdobyli 2 bramki. Tutaj może być, może nie podobna sytuacja, ale w przeciągu może 10 minut uda się strzelić właśnie tą pierwszą bramkę dla reprezentacji Polski, no i wtedy ten mecz może się już różnie ułożyć. Chodzi o tą taką sportową złość reprezentacji Polski, którą będzie chciała na jutro na pewno pokazać na boisku i wygrać to spotkanie. Dziękuję. Poi guarda, lei ha detto 20 minuti importanti, il calcio ci gioca 90 minuti e l'importante è anche 2 minuti. E dopo 5 minuti si cambia tutta una partita. È importante entrare bene in campo, con grinta, con una misura giusta di gioco, da competire, da lottare, giustissimo, però certo è importante, 15-20 minuti, poi dopo una partita inizia, è importante, del primo minuto all'ultimo. Quello vuol dire che è un livello di concentrazione importante. Io ho chiesto a tutti i calciatori, tutti gli allenamenti, tutti i giorni, poi quello è importante. Io ho visto di tutto, poi si inizia una partita, si prende gol, o a fine di una partita, dopo l'ultimo minuto, si prende un gol, poi è così, è un livello di concentrazione alto e noi tutti dobbiamo capire, non solo 20 minuti. Dopo quanto riguarda partite, poi io l'ho detto già una volta, io non faccio valutazione sì, conclusioni, nel senso di 90 minuti. Polone Forti è una squadra con grandissimi calciatori, abituata a fare europeo, mondiali, grandissimi allenatori. Noi andiamo a giocare la partita, poi io non penso che Polonia non è una squadra forte, ma ci mancherebbe altri. Loro sono forti, i gironi sono lì, quello che dovreste andare avanti, non lo so, vediamo, calcio è calcio, però molto rispetto a tutti loro, noi andiamo a giocare, e quella è la parte buona, dentro, 90 minuti, dopo 90 vediamo, però noi veniamo preparati per giocare, per lottare. Se përket pra debutimit, a keni frikë, ishte pyetja nga Ignati që do ketë Polonia pas humbjes parë në Çeki. Për trajnerin 20 minuta, sigurisht 20 minuta e parë janë të rëndësishme, por futbolli luhet 90 minuta dhe çdo minutë për mua ka rëndësi edhe 2 minuta qoftë apo çdo minutë. Sigurisht është shumë e rëndësishme të hyjmë në fushën e lojës me grintën, me agresivitetin e duhur, me ritmin e duhur dhe të jemi të përshëndruar në çdo sekond në fushën e lojës. Këtë ja kam kërkuar lojtarëve për gjatë gjithë të vitit që kemi bërë, ose përgatitjeve që kemi bërë gjatë gjithë këtyre ditëve, që të kenë fokus dhe të jenë përshëndruar nga minuta e parë deri në fund. Po flasim për një ndeshje nivelit të lartë, përshëndrimi është një shkallë nivelit të lartë. Sigurisht e tham disa herë që Polonia është një skuadër e fortë, absolutisht e respektoj, vlerësoj, por ne do të bëjmë ndeshjen tonë, sepse grupi sigurisht sapo ka filluar dhe është gjithçka e hapur, kemi respekt, por do shkojmë aty për luajtur futboll dhe për të bërë maksimumin. Pyetja e fundit. Mister, Erion Tode, Televizioni Klan. I keni kërkuar futbollistëve që të jenë përqendruar, të jenë të fokusuar, i keni bërë ato kërkesat e tuaja, keni një javë që po punoni edhe nga ana psikologjike, të paktën me kontakte që kamon, keni punuar shumë edhe me emocionet e futbollistëve. Edhe këtë e kam ndjerë edhe sot
në shikimet e tyre. Por ju çfarë keni marrë nga futbollistët? Çfarë keni kuptuar gjatë kësaj jave stërvitjeje? Quando si lavora in gruppo, si lavora un calcio, sono nato in calcio, con 10 anni ero lì al football sala, tutto quello. Noi dobbiamo fare, dopo 30 anni, 35 anni, 15 come professionista, già 10 come staff, 2-3 come primo allenatore, è un senso comune. Loro devono capire che sono insieme, sono in grado di fare qualcosa diversa. Io sono stato in squadra importante, io ho vinto, io ho perso. Quando ho vinto ho visto che aveva qualcosa diversa, un senso diverso di tutti insieme. E quando ho perso non aveva questo senso e quello si deve lavorare. Non è solo la parte psicologica, poi io al 23 calciatori riguardo in occhi e parlo mattina, pomeriggio e sera. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti loro. È il momento da parlare un po' serio, è serio, però quello loro capiscono veloci che è sincero, che un calciatore professionista vuole capire e voglia, cioè le spiace tanto è quando uno all'occhio le guarda, dice guarda è così, a tutti praticamente, certamente con uno e con un altro si parla o separato o no, però è quello è lo spirito che vogliamo noi. Io fino a un calciatore in campo, come ieri per esempio alle 6:30, un buio nella città sportiva nuova che abbiamo noi, bella, molto bella per dire, poi era lì quell'ultimo calciatore, e lui è importante per me, tutti i 23 sono importanti in questo momento. Poi quello è il senso che vogliamo dare, loro devono capire veloci, secondo me parte di quel lavoro è quello lì. Andiamo avanti, non è facile, la strada è dura, l'avversario è durissimo, però dopo dobbiamo esprimere quello lì al campo. Grazie. Pra duhet ta shprehim këtë sens në fushën e lojës. Unë kur luhet në grup, unë kam lindur pothuajse me futboll, kam një jetë që merrem me futboll, qoftë si futbollisht dhe qoftë më pas kam një eksperiencë të rëndësishme edhe si trajner. Por pas kaq vitesh mund të them që unë e kuptoj shumë qartë kur të fiton një ndeshje se çfarë është bërë ndryshe dhe kur humbet një ndeshje se çfarë ka ndodhur apo pse ka ardhur humbja. Pra ka një sens të ndryshëm në çdo rezultat. Duhet punuar shumë me të gjithë, me 23 lojtarë. Ne vazhdimisht gjatë gjithë këtyre ditëve unë kam punuar me gjithë lojtarët nga mëngjesi deri në darkë, kam folur vazhdimisht me ta, kam folur me çdo lojtar, me çdo njërin prej 23 lojtarëve. Dhe ata e kuptojnë shumë mirë pjesën e punës, por edhe faktin kur ti u flet me sinqeritet dhe i shikon në sy dhe u thua gjërat që duhet t'ia thuash, thua në sy dhe me sinqeritet. Shpirti i garës është ajo që na duhet. Unë e kam parë edhe gjatë këtyre ditëve, dje në stërvitjen e fundit, e shikoja se si deri në fund lojtari i fundit largohej duke stërvitur deri vonë në shtëpinë e futbollit. Dhe sigurisht ne presim të bëjmë rrugën tonë dhe të bëjmë diçka shumë të mirë këtë herë. Ok, un'ultima domanda. Certamente, andiamo avanti. Për sa i përket shqetësimeve fizike, kush prej lojtarëve ka shqetësime fizike dhe do të luajë apo jo Uzuni? Ose më saktë është gati për të luajtur Uzuni nesër? Ci sono giocatori che hanno problemi fisici e Uzuni sarà pronto per domani? Ci sono problemi o no? No, siamo tutti pronti, 23 calciatori pronti. Ieri prima di uscire da Tirana era su Abrash, ma in disposizione, è pronto 100% anche lui. Abbiamo parlato tanto della Polonia, che loro sono forti, la domanda era quella, noi abbiamo gente come Mehmeti, Varane, Uzuni, è pronto, Asani, noi abbiamo gente anche voglio mangiare l'erba, e quello per me è bello. Sì, loro sono forti, capiamo, per noi abbiamo gente forte anche. Mi piace tutti i calciatori, come lo guardo, come loro rispondono, andiamo al campo, però non volevo finire questa press conference senza parlare del mio calciatore. Ho parlato tanto, Polonia sono forti, sì, però Cicalese è forte,
Sefer è un calciatore forte, noi abbiamo la nostra scelta. Sono contento di tutti loro, tutto un piacere allenare loro, andiamo al campo. Pra jam shumë i kënaqur nga lojtarët e mi, ne folëm shumë për Lolin, për forcën e kundërshtarit, por sigurisht nuk mund të dilja nga kjo konferencë përshtypje pa folur për lojtarët e mi dhe jam shumë i kënaqur që po punoj me ta. Kemi lojtarë si Cikaleshi shumë i fortë, Seferi gjithashtu, i kam parë gjatë gjithë këtyre ditëve, më ka pëlqyer shumë edhe janë vërtet lojtarë të shkëlqyer. Kemi Mehmetin, Bajrami, Uzuni, janë lojtarë që siç themi shipu han këmbët për të luajtur, por edhe për të bërë mirë fushën e lojës për Shqipërinë. Sa i përket problemeve fizike, të gjithë lojtarët janë gati, Uzuni do të jetë gati për nesër, edhe Abrashi i cili kishte një shqetësim shëndetësor 2 ditë më parë, është okay, është gati për lojë dhe do të jetë në dispozicion. Mirë, atëherë kishte edhe pyetja e fundit, ju falenderoj shumë dhe gjithë mirat. Shumë mirë. Faleminderit.